Transporti publik në Shkodër tashmë funksionon me një ritëm të ri, duke ofruar shërbim të rregullt çdo 20 minuta gjatë gjithë ditës, nga ora 6 të mëngjesit deri në ora 22 të mbrëmjes. Qytetarët kanë mundësi të lëvizin me lehtë dhe me shumë siguri në të gjithë qytetin. Ne po operojmë që nga ora 6 të mëngjesit deri në orën 10 darkës. Dhe fokusi është që lëvizja, qarkullimi i banorëve të jetë përgjatë gjithë ditës deri në orët e vona të natës. I bëjmë thirrje qytetarëve që ta përdorin më shumë këtë shërbim, edhe shpresojmë që edhe ne të jena në cilësinë e duhur për me shërby. Ky organizim i ri synon të përmirësojë cilësinë e shërbimit dhe të respektojë kohën e qytetarëve, duke garantuar një transport publik funksional dhe të besueshëm për të gjithë përdoruesit. Ka rreth 2 javë që Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim dhe me operatorin e linjës po merret me risistemimin dhe rikualifikimin e shërbimit urban në qytetin e Shkodrës. Mund të themi sot me plot gojë që për çdo 20 minuta një autobus do gjendet në stacionin Pranjosh. Kemi një rritje të frekuencës, gjithashtu edhe një rritje të orareve, duke filluar nga ora 6 të mëngjesit deri rreth orës 10 të darkës, që është autobusi i fundit që kthehet për Bançallek. Frekuenca e rregullt krijon më shumë qetësi në lëvizje dhe bën transportin publik një alternativë praktike për përditshmërinë në qytet, duke kontribuar në një organizime të mirë të jetës urbane.